Hoxh, në përditshmëri dëgjojmë që njerëzit sprovohen në familje, në shëndet, në vetvete dhe në pasuri. Dhe normal na kap një lloj ankthi. Si ta ruajmë veten dhe familjen prej të këqijave? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E vërtetë është që ne në përditshmëri përballemi me situata të tilla. Pra, dëgjojmë, ndoshta fatkeqësinë e dikujt pra i bi fatkeqësi, dikush tjetër sprovohet pasuri në familje. Dhe secili prej nesh e ka atë ndjenjë, pra ndjenjën e ankthit, e frikës, mos ndoshta bi pra ke ndodhe dhe mu kjo fatkeqësi. Islami është fe që i ka përfshi gjithçka. Dhe patjetër edhe për këtë lloj ankthi që ndjen njerëzit, edhe për këtë frikë, pra që dikush e ndjen mos ndoshta i ndodh atij, Islami ka përgjigjen. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e jep shumë thjesht një përgjigje për këtë. Thot në një hadith: "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari'a as-su' wal afat wal halakat." Veprat e mira në dobit njerëzve të mbrojnë prej fatkeqësive dhe katastrofave. Pra e jep profeti sallallahu alaihi wasallam zgjidhjen shumë shkurt dhe shumë e thjesht. Pra nëse njeriu do të mbrohet nga të këqijat, nga fatkeqësitë, pra një prej formave është me ju ndihmu të tjerëve, me ju gjend të tjerëve. Patjetër, para kësaj janë zbatimi i urdhrave të Allahut të lartësuar. Namazi është shkak dhe mboroj. Ne kemi për shembull, kush e fal namazin e sabahut është mbrojtën e Allahut. Dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, lutje të ndryshme që ne bëjmë, duaja, e mbron dhe ruan njeriu prej të këqijave. Por një prej portave të rëndësishme është pikërisht ndihma që ne mund t'i bëjmë e njerëzve, ndihmesa e njerëzve. Dhe kësaj pike profeti sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar një rëndësi tepër të madhe gjatë jetës së tij.